Në shtëpinë e Big Brother VIP drama nuk njeh kufi dhe kësaj here në qendër të saj është sërish Brikena. Një akuzë e rënd u hodh në ajër nga Ina, e cila pretendoi se titulli Miss Grand ishte bler me para. Një deklaratë që ndezi reagime të forta dhe solli në pa nevojën për të vërtetën. Por këto pretendime u rrëzuan pas një mëdyshje nga vetë producentja e Miss Grand për Shqipëri, Kosovë dhe Malë të Zi, Arjet Osmani, e cila doli publikisht për të sqaruar situatën dhe për të mbrojtur Brikenën me fakte dhe integritet profesional. Përmes një lidhje telefonike, Osmani theksoi qartë se titulli i Brikenës është plotësisht i merituar dhe rezultati një procesi të gjatë, serioz dhe rigoros për zgjedhje. Unë marr shumë kohë për përzgjedhjen dhe vendimin përfundimtar të vajzës që e delegoi me titullin e Missit. Brikena e ka titullin më së të merituar, në pamje, ku është një yll i vërtet, në sjellje, në edukat dhe në performancën që ajo mbar. Këto vlera ajo po i dëshmon çdo ditë edhe në Big Brother VIP. Producentja nuk u ndal vetëm te bukuria fizike, por vuri theksin te vlerat njerëzore dhe forca përfaqësuese e Brikenës, duke zbuluar edhe arsyen pse ajo u dallua që në fillim. Që në momentin që e kam njohur Brikenën, më ka pëlqyer përqasjen e saj ndaj femrës, për vlerat që përçon dhe për mënyrën se si e përfaqëson veten. Në Big Brother VIP ajo po e dëshmon edhe më qartë këtë. Suksesi i saj në Tajland ishte një shpërthim i vërtet. Sipas Osmanit, pikërisht Brikena ishte ajo që e ktheu vëmendjen ndërkombëtare nga Kosova, për herë të parë në një event kaq madhor botëror. Mediat e huaja, publiku ndërkombëtar dhe adhurues nga vende të ndryshme shpërndan videot e saj, duke e bërë prezencën e Kosovës të ndjehet fuqishëm në Miss Grand. Zgjedhja e Brikenës si përfaqësuese nuk ishte rastësi, as favor, e aq më pak para. Ishte punë për kushtim, elegancë dhe dinjitet. Dhe sot, mes akuzave dhe zhurmës, e vërteta qëndron e fortë. Brikena nuk e bleu titullin, ajo e fitoi atë. Faleminderit që qëndruat me ne deri në fund të videos. Mendimi juaj ka rëndësi, ndaj na tregoni në komente çfarë mendoni për këtë situatë dhe kush sipas jush po thotë të vërtetën. Mos harroni të bëni subscribe, ta pëlqeni dhe ta shpërndani me miqtë tuaj që kjo histori të shkojë sa më lart. Mbështetja juaj na motivon të sjellim për ju përdit përmbajtje edhe më interesante. Faleminderit që jeni pjesë e kanalit ton.